Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, po çfarë kryevepra? Fillimisht më lejoni të them mirëmëngjes Vladimir Kolës, ekspert i këtyre çështjeve. Mirëmëngjes Vladimir, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që e pranuat. Është kënaqësi të kemi njerëz që janë kërkues metodik dhe serioz, të rrallë janë ata nëpër ekrane. Megjithatë ka një kryevepër tjetër, nuk është pjesa që ky ka kopjuar si kalama adoleshent ordiner që do të vjedhi në provimin e minimaturës apo të maturës, por lajmi dhe barcaleta e vërtet Vladimir, di kush është? Që ky është doktor në vepra penale kundër mjedisit. Po, që është edhe një temë shumë aktuale, do të them. Kjo pra Kjo bën shumë ironike në fakt. Dhe fakti që e gjitha mund të jetë plagjator. Ai justifikon faktin se çfarë krimesh kanë kryer në vërtet? Do të thënë pyetja është për ta perifrazuar. A është kjo arsyeja që ai nuk merr vesh nga krimet kundër mjedisit dhe po mbron krimet kundër mjedisit se e ka kopjuar temën e doktoraturës për krime kundër mjedisit? Gjithsesi, ajo, si më thënë, çështja e mbrojtjes mjedisit mund edhe të lidhet me pozicione ndryshme që dikush mund edhe të marrë, mund të jetë edhe ajo, por ndërsa nga ana tjetër, duke folur për kopjimin, në vërtet kopjimi është denoncuar që në vitin 2019, siç janë denoncuar edhe disa kopjime të tjera, por që pastaj natyrisht me sa ka mundjeni, edhe pse u tentua që të bahej një kontroll me software nga ministria dhe pastaj të vlerësohej rezultati i softwarit nga universitetet, me sa di unë nuk ka pasur një vazhdim që të bahej pastaj edhe një verifikim i vijues. Po mirë, një sekond, Vladimir, jam kurioz. Nëse ti nga shtëpia jote me një kompjuter të rëndomt arrin të kapësh plagjaturën, i gjithë shteti ynë ultra high-tech digital, sa e shkojmë dhe në për konferenca, në për botë japim mend se si bëhet digitalizimi, nuk e gjen dot? Jo, absolutisht. Problemi është pikërisht këtu që në vërtet, to doktoratura janë dhënë pa bërë një kontroll, as nga udhëheci i doktoraturës, as nga komisioni, as nga një software që mund përdori nga universiteti. Okej, tani, një sekond. Për arsye, pastaj edhe fakti i internetit e ka nga një anë duke u përdorur keq, e ka favorizuar sepse mund ta gjesh një tekst gati dhe mund ta kopjosh shumë lehtë për ta vendosur sikur e ke shkruar vetë. Tani, në vlerësimin tënd ka ndikuar fakti i të qenit në pushtet për Ulsi Manjën? Pra, dikush i zakonshëm ja del dot ta bëj këtë lloj kopimi kaq trash? Ti, unë për shembull. Pyes për i shok. Sigurisht që fakti që dikush është në një pozicion që ka një post caktuar tjerë, e favorizon para gjithashtu hyjë në doktoraturë, sepse jo kushdo mund të hyjë në doktoraturë, dhe së dyti, normalisht që edhe kontrollet ndaj dikujt që ka një post mund të jenë shumë më të ulta. Thanë kjo, normalisht që problemi i titëve të doktoraturës, mënyra se si merren e tjerë, normalisht që është më i gjerë që shkon përtej atyre që mund të kenë poste, sepse problemi qëndron pikërisht te metodika, mënyrën se si mund të bëhet verifikimi para dhënies titullit. Kështu që është më i gjerë, mund të themi kështu. Por favorizon në njëjtën kohë normalisht edhe dikë që ka post për të hyrë dhe për ta marrë si titull. E kuptoj. Por një kuriozitet tjetër, çfarë përfitimesh ka për ne që nuk e dim marrja e doktoraturës, përveç se është një cop letër që do i bënte qefin prindërve? Ka përfitime praktike, ekonomike apo avancime në karrierë? Po, mund atëherë titullin vetvete mund të ketë përfitime së nëse dikush për shembull pastaj mund ta përdor edhe për karrierën akademike, ndoshta edhe thjesht si
lektor apo pedagog i jashtëm apo i brendshëm. Zdyti mund të ketë përfitime edhe për sa i përket pagës në rast të caktuara, në qoftë se për shembull kur bëhet vlerësimi mbas të titujve që dikush ka në administratë. Interesante shumë kjo. Sepse, domethënë, duke pasur disa tituj caktuar në administratë, mund të kesh edhe një shtesë mbas të titujve që ke. Jo vetëm. Por besoj se kjo është më shumë edhe për faktin që gjithsesi të paraqitesh që ke mbrojtur doktoraturën, të jep edhe një farë autoriteti kundrejt edhe publikut, edhe CV-s, kurrikulumit që dikush paraqet në vetvete, po them. Po, është titull goxha prestigjioz. Edhe në përfitimet të pensioneve ka një kategori me vete. Po besoj do mjaftoj që ka qenë 3 mandatë. Unë personalisht nuk e kam studiuar në mënyrë detajuar, por nëse për shembull dikush gjithsesi ka një shtesë, normalisht që në pagë për shembull, normalisht që mund të ketë ndonjë favor edhe mënyrën se si llogariten kontributet pastaj. E kuptoj. Megjithatë, Vladimir, do doja të kuptonim edhe një gjë tjetër, me që jemi te dallimi midis njerëzve të zakonshëm dhe rilindësve. Nëse ti do ekzistonte dyshimi publik apo dikush do i thoshte fakultetit ku ti ke aplikuar për doktoraturën dhe e ke marrë atë që ke kopjuar, ke bërë krimin më të rëndë në botën akademike. Çfarë do ndodhte me një qytetar të zakonshëm? Atëherë, ne po flasim që në parimet përgjithshme, që për shembull se akuzat e plagjaturës në vërtet janë barë edhe në shtetet tjera, dhe me sa ka mund ndjeni për shembull, kur ka pasur sidomos autoriteti publike që ka qenë edhe vëmendja më e lartë që të bëjë verifikimi i korrektsisë tezës doktoraturës, për shembull, verifikohet nga një komision akuza, dhe nëse komisioni arrin në përfundimin që ka kopjime, shkelje të parametrave të kërkimit shkencor, mund të vendosë edhe heqjen e titullit. Megjithatë, e thash, me sa ka mund ndjeni, edhe pse akuzat, si më thanë, kryesore janë bërë nga fundi 2018-s dhe fillimi i 2019-s në Shqipëri, pavarësisht se pastaj aprovua edhe një vendim i Këshillit të Ministrave që të krijojë një software në Ministrinë e Arsimit dhe pastaj rezultatet e software-it i kalonin në universiteteve, me sa ka mund ndjeni, pavarësisht këtyre, konkretisht nuk janë bërë, si me thënë, heqje titujsh, me sa ka mund ndjeni, por përsëris kjo pavarësisht nëse dikush ka qenë me autoritet, apo ka qenë pa shumë autoritet, ose gjithsesi ka qenë një person që s'ka pas influenca të rëndësishme në pushtet. Pra nuk ka pasur heqje titujsh as nga njerëzit që ti konsiderojnë, si me thënë, jo me pushtet, por që mund të kenë marrë një titull caktuar e tjerë. Po në raste të tilla kur janë flitet për njerëz të zakonshëm, në fakt edhe një doktoraturë rezulton që të ketë plagjatur. Kush duhet të mbaj përgjegjësi? Është vetëm autori, universiteti, udhëheci shkencor, komisioni që e ka miratuar? Është komplekse, do të thosha për sa i përket përgjegjësisë, është komplekse. S'pare fillon vetë me autorin, natyrisht. Por një farë përgjegjësie ka në universiteti, sepse universiteti gjithsesi duhet vendosë mekanizma kontrolli e filtrimi, sepse natyrisht po verifikon gjithsesi para se të japësh titullin, me sa di unë për shembull në shumë universitete në Itali përdoren edhe software që para se sa të depozitohet teza doktoraturës, futen edhe në këta software. Sikurse mund të jetë edhe verifikimi i përgjegjësit duke parë për shembull mënyrën se si janë bërë disa referenca, mënyrën se si mund të jetë shkruar ndonjë tekst. Domethënë, spari, përgjegjësia kryesore është e kandidatit natyrisht. Por ka përgjegjësinë vetë edhe universiteti. Rikthehemi edhe pak te Ulsiu, kjo është pyetja e fundit, Vladimir. Po. Ti e ke studiuar punimin e tij për veprat penale
kundër mjedisit. Çfarë shqetëson doktor Ulusiun tek veprat penale kundër mjedisit? Cili është thelbi i këtyre merakjeve? Thëmë drejtën me sa hodha unë një shikim me kështu, thoshte që gjithsesi çështja e veprave kundër mjedisit është komplekse sepse përfshin shumë autoritete, do thoshim kështu. Dhe mund të jetë më së vërtet, nëse objektivi është vërtet, si më thënë, mbrojtja e mjedisit, por këtu kalojmë edhe të një çështje tjetër, se si të ekuilibrohen, si më thënë, edhe interesat ekonomik me mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, fakti që sot po rikthehet si temë në ditët e sotme, do të thotë që gjithsesi fatkeqësisht edhe pozicionet mundrojnë shpeshherë në bazë edhe të intereseve që mund të jenë nga prapa. Ndërkohë që do të ishte mirë që kishim disa parime standarde që t'i mbronim pavarësisht interesave apo investimeve tjerë, mënyrë që pavarësisht se cila qeveri ndryshon, të ruhen disa parametra për sa i përket mbrojtjes së mjedisit. Vladimir Kola, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën. Përshëndesim studiusin Vladimir Kola që ka mbi gjitha ka vuajtur i shkreti. Ka lexuar doktoraturën e doktor Ulsiut. Doktor Ulsiu. Doktor. Ndërkohë po mendoj që të shkretët mund të jenë ata student të ndershëm që përpiqen në mënyrë të ndershme të mësojnë aty jashtë. Dhe vrasi media çfarë ndodh me një zyrtar, çfarë ndodh me universitetet, me standardet, meritokracinë. Nëse ishte zyrtar, duhet ishte shumë më i zgjuar se qytetari i zakonshëm, shumë më i studiuar, i lexuar, i lëqitur. Si vin kohët. Megjithatë shumë raste në Evropë kanë qenë të shpeshta që prej 2013-s që ndodhe jashtë, bën edhe filma. Bën edhe filma për to, por ndryshe nga ne, atje gjithë ministrat kanë dhënë dorëheqjen. Japin dorëheqjen, ndërsa ne do japim dorëheqjen nga kjo temë, do të rikthehemi më njëherë pas publicitetit. Qëndroni me ne.